Këngëtari Luiz Elli është një emër mjaft i dashur për publikun shqiptar dhe jo vetëm. Pasi triumfoi në spektaklin e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, jeta e tij është përmirësuar ndjeshëm. Së fundmi, ai ka një lajm mjaft special që ka gëzuar shumë fansat e tij. Ai do të rikthehet në ekran ku do të vijë me një projekt të ri televiziv që pritet të nisë së shpejti. I ftuar në një emision, Luizi u pyet për formatin e ri që do të drejtojë. Ai zbuloi se ndryshe nga pritshmëritë që kishte që emisioni të transmetohej çdo ditë, projekti do të jetë me transmetim javor. Unë do të filloj një projekt që kam pas gjithmonë ëndër ta bëj, do të jetë një herë në javë, të premten e darkë, u shpreh Luiz Elli, duke gëzuar shumë fansat. Me këtë deklarat, fituesi i shtëpisë më të famshme në Shqipëri nr. 2 konfirmoi zyrtarisht rikthimin në ekran, ndërsa detajet e tjera rreth formatit të ri ende nuk janë bërë publike. Nga ana tjetër, na duhet të rikujtojmë se Luiz Elli është lumturisht i martuar me Klara Titon, lidhje e cila u formua gjatë qëndrimit të tyre në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, dhe tani më ata janë bekuar me një vajzë të quajtur Luna Marie Elli. Na duhet të rikujtojmë se lidhja e Luizit dhe Klarës u kritikua shumë në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, ku shumë konkurrentë dhe fansat të tyre menduan se ishte një lidhje falso, por ata kanë dëshmuar se dashuria e tyre është më e fortë se çdo gjë tjetër.